Çun hajvan mas dite e çon letër para dite, letra të pasinqerta, jo serioze, të cilave ne ju kemi dhënë përgjigje. Qytetari i Kosovës LDK nuk e ka votuar me qeverisë me vetëvendosje. Nuk e ka votuar. E ka votuar me qeverisë në koalicion. Jo me vetëvendosje. Ne kemi thonë vazhdimsi edhe në fushatën tonë, nuk do të qeverisim me vetëvendosjen. Kemi diferenca ideologjike, programatike, mendojmë ndryshe, zhvillimin e Kosovës e mendojmë ndryshe. Andaj nuk kemi pas mundësi ne me bo një gjotë të tillë. Do e kemi thonë shumë qartë. Plus, shto kësaj, kemi thonë edhe një alternativë, që po del tjetë ma e mira alternative edhe sot edhe prej kësaj perspektive. Po nuk ishte alternative qëndrueshme. Jo, ishte e qëndrueshme deri në zgjedhjet e prillit e të marsit, të cilat kishim me i përgatit mirë. E kishim nxjerr vendin nga ngërçi politik, e kishim votu buxhetin e Kosovës, i kishim votu marrëveshjet ndërkombëtare, kishim ecë tutje, kishim përgatit vendin për 2 palë zgjedhje, për zgjedhjet lokale të tetorit dhe për zgjedhjet eventuale të marsit e prillit, sepse ne kemi edhe një momentum para vetës. A ishtë dashë me bo prap koalicion pas zgjedhjeve të prillit? Pas zgjedhjeve të prillit, a ishtë dashë prap koalicion? Absolutisht. Rezultatet e reja, koalicioni i ri. Po prap në është ta do të me vetëvendosje. Tjetra që ka ne vazhdimisht kemi thonë është që, qësioni, ne jemi partia e tretë politike në kuvendin e Kosovës. I kemi 20 deputet. Vazhdoni tutje, krijoni institucionet. Kush po jonol? Ne nuk jemi blokad. Ne nuk jemi barierë. Ne po ju lëm hapur rrugën, vazhdoni tutje. Krijoni institucionet. Por jo me ne. Jo me ne. Na respektoni qëndrimin tonë politik, ju lutem. Ka pas edhe parti tjera politike në kuvend të Kosovës. Vazhdoni tutje. Por nuk është bës një përpjekje në politik, specifikisht lëvizja vetëvendosje, po i quhen sot bllokues. Sepse thot, me ne jo, as me PDK jo. Jo. Por në një qeveri, hipokrizi. Hipokrizi. Në një qeveri të përbashkët unike edhe me PDK-n. Të gjithë bashkë. Po për shkak polarizimit të skenës politike, a mendoni që kjo ka qenë e mundshme një qeveri komuniteti? Absolutisht. Sipas madhësisë, absolutisht. Sipas madhësisë politike në kuvendin e Kosovës ishte nda qeveria, kemi pas modelin, por e refuzuan. Dhe kjo qeveri kishte pas një mision 1 vjeçar. Vendosen në letër edhe në marrëveshje prioritetet 1 vjeçare, ato që veç se i përmendëm, dhe e përgatisim vendin për zgjedhjet e radhës. Pastaj pas atyre zgjedhjeve, rezultati i ri, konstelacion i ri politik, qeveri e re. Po, në atë qeveri do të ishte edhe vetëvendosja. Po, dyshim. Edhe vetëvendosja dhe të gjithë. Pyetje direkte kam për të dytë. Jo, jam krejnë fund